në përfundim të një muaji gati nuk e beson se si iku një muaj Ramazan. Kjo është natyra e kohës, ashtu na ikën gjithmonë koha, por ndoshta nuk e ndjejmë. Por e veçanta e Ramazanit është se ka të qartë startin dhe finishin, fillimin dhe mbarimin, dhe nga që është një muaj i cili është i mbushur me mirësi, me punë të mira dhe me angazhim, aty njeriu e kupton realisht se sa shpejt ikën koha, sidomos kur mbushet me punë të mira. Ajo që thej që Zoti thot në Kur'anin famlar e yamen ma'dudat, është vetëm disa ditë të cilat numërohen. Gati nuk llogaritë që është një muaj. Kjo është natyra e jetës tonë. Faktikisht siç ikën ky Ramazan, ne na ikën në gjithë jeta jonë. Çdo ditë që largohet ka ikur një pjesë e jona, po ashtu çdo javë, po ashtu çdo muaj. Vitet ikën dhe fluturojnë njëri pas tjetrit, por për fat keq njeriu ka pak mundësi të ndalet e të kthej kokën mbrapa, të shohë që iku jeta ose iku një pjesë e madhe e jetës. Ramazani duhet duhet falenderuar nga ky aspekt se na bën të vetëdijshëm që iku diçka e madhe për jetës tonë, jo thjesht një muaj, por ikun disa shanse, mundësi. E kjo është pjesa që zakonisht njeriu t'i jep një farë le ta quaj nostalgjie, një farë malli dhe mërzie. Dhe është e natyrshme që gjatë edhe historisë është transmetuar që njerëzit përgjithësi mërziten në fundin e muajit Ramazanit. Pra thash me zgjendjes së mërzisë apo trishtimit apo asaj gjendjes që të vjen keq që iku dhe me zgjendjes së festës që ka kënaqësinë brenda, ka entuziazmin, këtu njeriu duhet të ndalet e ta pyes veten, Ramazani iku sepse ai për të ikur ishte. Siç ikin gjitha ditët dhe javët dhe muajt. Por pyetja që mbetet dhe që është pyetja, po themi që duhet ta shoqërojë njeriu gjithmonë, është pikërisht pyetja më e sinqertë dhe më serioze. Çfarë mbeti pas këtij muaji? Ose thënë ndryshe, çfarë na mësoi neve Ramazani, çfarë na la pas Ramazani? A arriti të na ndryshoi neve ai? Apo Zot na ruaj bëm ne të kundërtën, ne ja ndryshuam atij natyrën. Se shpeshherë ndodh kjo që në vend që ai të na ndryshojë neve, por nuk jemi të gatshëm që ti nështrohemi ndryshimi që ai synon, përkundrazi ne synojmë ta ndryshojmë atë.